Më parë mos gabojnë, po në Kongresin Amerikan njëri nga në mos gaboj drejtuesi në Komitetit për Europën pyeti zyrtarët amerikan që nëse Kurti është bllokues, edhe përgjigjja aty ishte po. Apo gabojnë? Jo, përgjigjja atyre ata ishin të panelit. Po, të panelit. Edhe pyetja e kongresmenit ishte një pyetje shkurt. Ta themi herë atë dëgjim e kom përcjell disa herë edhe e di në detale. 4 orë të tëra i kushtohen gjitha janë në favor të Kosovës. Kudo që flitet për Kosovën. Do me thonë po flasim për gati 4 orë ku flitet për Ballkanin, po pjesa kudo që flitet afër 50% për Kosovën është në favor të Kosovës. Vetëm që ajo pyetje, do me thonë janë 15 sekonda në pyetje, në krejt ato 4 orë dëgjimit, ku është një pyetje që është pak më, cilat janë normale në dëgjimit e Amerikës. Unë më kujtohet në një dëgjim që ishte në Senat para 3 vitesh, senatori Menendez i pyeti Derek Chollet, përfaqësuesin e Departamentit Shtetit, i tha, a është ky Vučić a ka lidhje me kriminalitetin? Ai tha po. A kupton? Hej, ka lidhje një president me kriminalitetin, do t'ishte bo kiameti sikur t'ishte kjo fjalë për Kurtin. A është pak si mos bindës, normalisht Amerika e thot ato, edhe ata menojnë ashtu një pjesë e tyne, por kjo, unë mendoj se kjo ka rrjedh më shumë nga një pjesë e administratës, sepse në administratën amerikane, do me thonë nuk është politika e administratës për që ka mendim për Kurtin, unë mendoj se ata kanë mendim të mirë për Kurtin, edhe ata kanë nevojë që të kenë një udhëheqës si Kurtin, për arsye se ai mban fjalën, e ka popullin mas veti, do me thonë është në gjendje të kryj punë për Amerikën, edhe ai ka kryj punë, e ka rregullu Kosovën. E ka qitë në Terezi për Amerikën, e për gjithë botën, edhe për Serbinë e ka qitë Kosovën në Terezi. S'ka nevojë më mërzit Serbt heq fare. Krejt është Kosova në rregull, Serbt nëse dojnë me jetu në mënyrë normale e kanë mirë, janë të mbrojtur, edhe Kosova tash funksionon tamam si shtet. Merre me man po t'ishin koha e barikadave. Çka do të thoshte presidenti Trump? Ai nuk do të mund të mi para këtë strategji nëse do të ishte koha e barikadave, sepse do të ishte një shtet i trazuar. Prandaj, ato që ka arrit Kurti, e ka ndihmu edhe këtë ligj. E ka ndihmu Amerikën, ata tjetër gjë thojnë kështu publikisht, tjetër gjë edhe në mrapavi. Plus, deshat e disa ta them, po nuk e thash tamam. Kjo është vija e ish ambasadorit Grenell, i cili ende po përzihet. Aty do dilja edhe unë, tek ajo do dilja. Kemi fol herën e kaluar për ta bukur shumë. Beqel s'flas për to, po s'po ke qare. Ai, dëgjoj që shumë puna tine. Ai është një freelance politikan. Tash dikun e ka detyrën e këtë Kennedy Center në Washington. Aty ka detyrë. Disa po thonë është për misione. Jo, nuk ka detyrë zyrtare. Ato vendimi e fundit. Deklaratat jo për Thaçin që është kundër pra mbajtjes së tyre atje, jo për Kosovën, për Kurtin, jo pse thash tjerat, janë gjitha opinione personale. Ajo është mashtrim. Për Thaçin është mashtrim. Asnjë gjë në botë nuk mundet me bëu Grenell për me lëshu Thaçin prej hake. Atë mund ta liron vetëm gjykata edhe ato në bazë provave. Në asnjë mënyrë, dëgjoj. As Trumpi me dashur ai banuna, po pse? Pse ai nuk mundet me më përzi në gjyqësi të Evropës. Nuk ka çaq interes ai as për Thaçin, as për askën tjetër, as nuk mërzitet Trumpi as për Serbinë shumë. Këta kanë menduar Serb që kur vjen Trumpi do të jetë në anën e tyre. Kjo prej se ka ardhur Trumpi çdo gjë ka shku në favor të Kosovës. Grenell është vetëm ai i cili o ka vepran në kuadër të administratës, aty këtu po ai është vetë i korruptuar prej Serbisë në mënyrë, a kupton? Edhe vërtet mos them korruptuar, por ai i përfaqëson interesat serbe. E keni fjalën që është lobist i tyre, po thoni. Lobist i tyre. Prandaj tani ai është e qartë që ai kudo që po ashtu, unë mendoj se edhe ka influencë edhe në ambasadën amerikane në Prishtinë. Sepse ambasadorja e cila është në detyrë, edhe ajo nuk është ambasadore përhershme, është chargë d'affaires. Edhe ajo në bazë sugjerimit Grenellit ka dalë me do deklarata që kanë qenë në andeknej. Përndryshe, Kurti tamam është ka punon në vijën amerikane. Ky është ka punon në interesin amerikan, në interesin e Kosovës edhe në interesin e Evropës. Këta e din.
Dëgjoj, tjetër gjë këto deklaratat e disave aty në kështu. Këta e din, edhe ky ligj shkon në çat drejtim, sepse Kosova tash po konsiderohet një vend stabil. NATO ti s'mundesh me hinë nëse e ke shtetin e parregulluar. Kush mundet ty? Askush propozon, as Amerika, as askush nuk e propozon një shtet, edhe në këtu në kuptim që i sugjerim, a kupton? Nuk e sugjeron që një shtet me trazina, një shtet nuk që ka investuar vetë edhe në ushtri. Po, prandaj, domethënë, çdo veprim të Kurtit, ky veprimi vizionar i tij për 4 vjet që ka qenë shumë i vështirë, sepse Evropa u mësu me ata liderë të përparshëm, të cilët vetëm çka ka dashur Evropa kanë vepruar. E kanë damtuar pavarësinë e Kosovës. I kanë cenu interesat e Kosovës vetëm për interesat e Evropës strategjike me shpresa që do ta kthejnë Serbinë nga Rusia që nuk do të ndodh kurrë. A kupton? Kështu që ky qendrim ka ngulsi Kurtit. Është edhe, muj me thonë, edhe liderja Vjosa Osmani, edhe lider tjerë që kanë bashkëpunuar me te, përveç opozitës. Opozita ka ra në prodhim. Gabimin më të madh gjatë kësaj këtyre 4 vjetëve për opozita ka bërë që nuk e ka përkrahur kryeministin Kurti në kundërvënie ndaj Serbisë. Aty është dashur, e kuptoj luftën për pushtet, mrenda, kritikat këtu, por nëse qeveria jote, ti si opozitje, nëse qeveria jote është ka kundërveje, është ka përballet me një armik të mërshëm e të poshtër, sikur është Serbia, ti nuk duhesh me qenë i paanshëm, as nuk duhesh me qenë në anën e Serbisë, po duhesh me qenë në anën e kryeministrit tonë, po këta e kanë huqë burri fort, por ata nuk mundën me marrë vota. Përveç të ata njerëz që janë të tyne të përhershëm, a kupton? Ata nuk kanë me pas votën e njerëzve të pavarur siç jam unë. Ma atë që kuptova unë, zotja Ariçka, është nëse Kurti tani në 10 orë merr një tjetër mandat, me këtë administrat Trump do ta çoj ndoshta shumë afër hyrjen në NATO të Kosovës. Shumë afër. Ajo është esenca e kësaj e gjithave. Edhe ky ligj, edhe synimet e administratës amerikane janë njëta me qëndrimet e kryeministit Kurti për një Kosovë stabile, një Kosovë të fortë, demokratike, ku respektohen drejtat e njerit, edhe në vijë me politikën strategjike amerikane, normalisht që Kosova kudo, këtë borgjën që ja ka pas edhe Evropës edhe Amerikës, në qëndrimet e tyre, në interesat e tyre, Kosova ka qenë në anën e tyre. Edhe kundra atë Rusisë, edhe kundra Kinës. Do me thonë, Kosova nuk e lejon që Kina të futet në Ballkan në Kosovë, sikur që Serbia e fton Kinën. Do me thonë, Kosova është në vijë amerikane 100%. Ato që kemi pas borgjë për që na kanë ndihmuar për mushliru, na e kemi kthy, por ne nuk e kemi borgjë. Kjo është budallakju i disa politikanëve qyqana që unë i quj, apo mundesh me thoni servelve, budallak i politikanëve servel. Na ka liru Amerika, po thot kështu, Evropa tash duhet me ia dhon Serbisë gjysmën e Kosovës, duhet. Jo, burr. Nuk na kanë liru ata me na rubnu prap. Nuk na ka liru kërkush, ose s'na kanë ndihmuar me liru se luftën e ka bëu UÇK, luftën. Nëse po mos kishte luftu UÇK për liri, kur Amerika as NATO s'kishin ndërhyr. Kjo është e sigurt. Prandaj luftat popujt e vegjël për liri nuk pyesin, kupton? Ata luftojnë, atëherë ndihmat vjen normalisht si çdo shtet i vogël kur e ka arrit lirin, dikush e ka ndihmuar. Por pa u përpjek vetë ndihmon askush.